vendlindja e Jezu Krishtit, Betlehemi, është në Palestinën e sotshme. Po, dhe atje kryetari apo kryetari i komunës me ligj duhet të jetë një krishter, dhe pse tash më shumicë nuk janë krishterë, për shkak se rezultati e rrethanave që kanë ndodhur atje, krishterët e kanë lënë, palestinët krishterë shumë janë larguar, dhe ata janë një patriot të flakt të kauzës palestineze, gjë që shumë dhe muslimanët dhe shqiptarë nuk e dinë këtë fakt, që ai nuk duhet të jetë argument për të qenë në anën e së drejtës, por ja që nëse atje keni problemin, duhet ta keni parasysh që në të vende ku e ka origjinë edhe krishterimi, ajo ngjarjet që i prekin muslimanët palestinez, palestinez muslimanë i prekin edhe bashkëkombasit edhe si vëllezërit e tyre krishterë. Po si vjet edhe krishtlindjet nuk lejuan shteti okupator Izraelit që të festohen. Si pjesë e dashurisë së madhe krishtere që e kanë për botën palestinez krishterë, që e mishërojnë, për cilën kam respekt të thellë, është edhe jo bojkotim, por mos festimi në mënyrë klasike i krishtlindjes, por kufizimi i saj vetëm në ritualet fetare, madje në ritualin fetar kanë bërë diçka me motiv me ngjarjet aktuale, duke e bërë një dioram apo si quhen ato saktë, do të thonë një Jezusin kanë vendosur beben Jezus në një sistem gërmadhash prej gurit dhe tullash, do të thonë sipas në shenjë solidarizimi me vëllezërit e tyre në Gaza.